Thank you, Mr. Dumani. First, I would like to congratulate all the colleagues that were involved in this operation this morning, also the Albanian and the Finnish colleagues. Faleminderit zoti Dumani, dëshiroj së pari që të përgëzoj të gjithë kolegët që morën pjesë në këtë operacion të përbashkët sot në mëngjes, përfshi kolegët shqiptar, por gjithashtu edhe kolegët e ardhur nga Finlanda. And I would also like to compliment SPAC for the excellent cooperation for the last 2 years. Me lejoni të paraqes komplimentet e mia për SPAC-un, për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur gjatë 2 viteve të fundit. Over 2 years ago, a massive investigation in Finland started, and in that investigation, already 55 people have been sentenced. Rreth 2 vite më parë, u ndërmor një hetim në shkallë të gjerë në Finland, I cili e konkludua me arrestimin e rreth 55 shtetasve. We have managed to seize around 300 kilos of drugs, and the drugs were sent mainly from Spain and from the Netherlands to Finland. Në kuadrin e këtij hetimi u sekuestruan rreth 300 kg lëndë narkotike, e cila kryesisht u trafikua nga Spanja dhe nga Hollanda. Of these 300 kilos of drugs, 170 kilos were amphetamine, around 10 kilos cocaine, and 100 kilos of marijuana or cannabis, and then also some drug-classified tablets were seized. Nga sasia totale e lëndës narkotike të sekuestruar në Finland, rreth 170 kanë qenë amfetamin, 10 kg kokainë, ndërsa pjesa tjetër ka qenë rreth 100 kg kanë qenë marijuan, ndërsa pjesa tjetër kanë qenë disa tableta lëndës narkotike. And in the investigation in Finland, we noticed that the drug trafficking was organized from Albania by the leaders of the organized criminal group operating mainly from Albania. Nga hetimi I ndërmarrë në Finland, rezultoi që drejtuesi kryesor të këtij trafiku të lëndëve narkotike ishin shtetas të cilët përponin nga Shqipëria. And I would also like to thank my partners in Finland, Helsinki Police Department and Southwestern Finland Police Department for an excellent cooperation. Do të dëshiroja gjithashtu të falenderoja edhe kolegët e mi nga distrikti policor I Helsinkit, si dhe nga distrikti policor I jugperëndimor në Finland për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur me to. And finally, I would like to thank the Add-on project for the financial support for this operation. Dhe me lejoni gjithashtu së fundmi që të falenderoj edhe projektin Add-on për ndihmën dhe mbështetjen financiare ndaj skuadrës përbashkët hetimore. Thank you. Faleminderit. Thank you. I remember 2 years ago when we started the cooperation. Mes shumë paqartësive se si do vazhdonin. How we were going to continue. Po ja ku jemi sot më në fund, ku kemi me rezultate konkrete dhe duke konsideruar si sukses këtë bashkëpunimi ndërmjet nesh. Considering our cooperation as a very successful one. Fjalën ju kaloj prokurorëve të posaçëm, fillimisht zotit Kraja dhe pastaj zotit Sheu për më shumë detaje lidhur me operacionin dhe sidomos me zhvillimet në tokën shqiptare. Po, faleminderit, zoti Dumani. Hetimi faktikisht ka nisur bazuar në Shqipëri, me bazuar në informacion spontan të dërguar nga autoritetet finlandeze në SPAC. Mos ata kishin konstatuar shtetas shqiptar të përfshirë në aktivitet kriminal. Në Shqipëri u regjistrua më njëherë procedimi penal. Në kontakt me autoritetet finlandeze u vendos dhe vëra dakord të krijohej një skuadër përbashkët hetimore. Që u finalizua shumë shpejt, në 2-3 muajve nga momenti I parë. Dhe pastaj 2 vjet të rresht punë përbashkët, takimet përbashkëta, shkëmbim informacioni I përditshëm dhe kemi ardhur në ditën e sotme që kemi këtë rezultat të aksion që ne po bëjmë prezent. Nga kjo
çështje, po nga ky hetim paktën ne kemi nxjerrë disa, si thosh, themi tipologjie, po disa problematika që në radhë parë tregojnë shtrirjen dhe shpërndarjen e aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Out of this investigation, we have already identified some problematics concerning the criminal activity of Albanian citizens abroad. Pra përfshirje nga Shqipëria drejt Finlandës, përfshirje nga Spanja drejt Finlandës të aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar të përfshirë. So the involvement of Albanian citizens in criminal activity, starting from Albania to West Finland or from Spain to West Finland. Kemi arritur të kemi sukses duke përdorur metoda speciale të hetimit gjatë gjithë periudhës. We were successful also in implementing covert investigation methods during the whole period. Dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe dakordsinë në veprimet që do kryejmë rast pas rasti dhe hap pas hapi. And every time we agreed with each other on the next steps during the investigation. Ajo që mund të themi tjetër është që ky fenomen i konstatuar jo vetëm këtë çështje, por edhe në çështje të tjera të krimit organizuar, pra që aktiviteti i shtetit shqiptar është i shtrirë shumë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, e bën të domosdoshme një qasje të SPAK-ut në këtë drejtim shumë aktive, shumë proaktive. The criminality of Albanian citizens is also taking place abroad. It requires a very active and also immediate reaction from the staff. Dhe çështje konkrete, pra besimi që autoritetet finlandeze treguan duke na dërguar informacionin fillimisht dhe pastaj duke vazhduar aktivitetin bashkë, e tregon që jemi në të njëjtin hap, në të njëjtin ritëm për të luftuar krimin organizuar. The trust demonstrated by the Finnish authorities by sharing the information with us, by contacting us and cooperating with us, shows that we are on the same path and with the same rhythm in the fight against. Zyra e koordinimit e vendeve nordike që ka një traditë të gjatë në Shqipëri, bashkëpunimi me SPAK-un, të plot që nga krijimi dhe deri tani, shumë suksesshme, ka qenë aktive dhe shumë patjetër duhen të falenderoj. I would appreciate and also thank the Notification Office for being very active and very cooperative with SPAK since the beginning of the creation of the office in Albania. Besoj kolegu Sheu pastaj do vazhdojmë edhe pak me pjesën tjetër. My colleague Prosecutor Shea will continue for the other part. Përshëndetje të gjithëve, Greetings everyone. siç e theksoi dhe prokurori Kraja, Prosecutor Kraja. hetimi ka filluar mbi bazën e informacioneve të ardhura nga autoritetet finlandeze. Investigation was initiated based on the information forwarded Nga ana jonë Finnish authorities. është vlerësuar ky informacion dhe në qershor të vitit 2023 është regjistruar dhe procedimi penal. We gave the utmost attention Në lidhje me vepra penale të kryera në kuadër të krimit organizuar, në kuadër të në fushën e narkotikëve, the case was filed për trafik, for trafficking, prodhim, shitje, shpërndarje, magazinim, production for sale, but also storage of fakte të cilat ishin konstatuar në Finland. So all this was already found out or identified in the course of the investigation in Finland, these criminal offenses. Bashkëpunimi ushtri më tej dhe në fund të muajit nëntor të vitit 2023 u arrit të krijojë dhe skuadra përbashkët hetimore. The cooperation continued intensively, and in November, later on in November 2023, we managed to establish the joint investigation team. Realisht hetimi deri më sot ka qenë krejt i fshetë, jo i hapur, So far has not been open, it's been a covert investigation. me njëherë pas krijimit të skuadrës përbashkët hetimore, nga ana e prokurorisë posaçme, hetuesit e byros kombëtare të hetimit dhe hetuesit e oficerët të policisë gjyqësore dhe drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, drejtorisë së krimit organizuar dhe drejtorisë së forcave operacionale kanë vazhduar pa ndërprerje veprimet hetimore. Janë përdorur metoda pa ndërprerje, metoda speciale të hetimit, Special investigation methods, duke filluar nga përgjimet starting from the wiretapping, dhe gjithashtu është në vazhdimsi veprimtaria e personave, duke qenë se veprimtaria e personave të implikuar në këto vepra penale vazhdonte në Finland edhe pas krijimit të skuadrës hetimore, nga rezultatet e përgjimeve të përfituara në Shqipëri, was the activity of the
Janë shkëmbyer në vazhdimsi informacione ndërmjet nesh dhe autoriteteve finlandeze. Gjë që ka sjellë si pasojë dhe zbulimin dhe kapje të sasive të tjera lëndësh narkotike edhe gjatë vitit 2024. Shkëmbimi i informacionit me autoritetet finlandeze ka qenë edhe i pandërprerje, pothuajse për ditë, komunikimet e hetuesve të byros kombëtare të hetimit. Dhe në përfundim të këtyre veprimeve u arrit dhe përcaktimi i ditës së aksionit, se kur do të bëhej goditja. Dhe kjo është në marrëveshje të përbashkët me përfaqësuesit e autoriteteve finlandeze. Nga ana e prokurorisë posaçme, gjatë muajit maj është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona. Dhe nga gjykata e posaçme e shkallës parku në korrupsion dhe krimit të organizuar me vendimin numër 52/26/2025 është pranuar kërkesa e prokurorisë posaçme duke caktuar masa e sigurisë për 11 personat, arrest në burg, parashikuar nga neni 238 i kodit procedurës penale. Menjëherë, nga ana jonë janë nxjerrë prokurorët e posaçëm janë nxjerrë urdhrat e ekzekutimit, duke ngarkuar me zbatimin e tyre hetuesit e byros kombëtare të hetimit dhe oficerët e policisë gjyqësore të detyrisë përgjithshme të policisë së shtetit. Ora dhe data e aksionit janë biseduar gjëre gjatë dhe u caktua që aksionin të kryer në orët e para të mëngjesit të datës së sotme, në dakordsi edhe të autoriteteve finlandeze, pasi në këtë aksion kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të policisë finlandeze. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u bë mundur zbatimi i masës sigurimit deri më tani i 9 personave. Dhe po vazhdon puna për të bërë të mundur dhe arrestimin e 2 personave të tjerë. Gjatë zbatimit të masave të sigurimit nga oficerët e policisë gjyqësore dhe hetuesit të byros kombëtare të hetimit, është bërë mundur sekuestrimi i disa automjeteve, konkretisht 8 automjeteve, telefona celular dhe shumë dokumentave ku një pjesë e konsiderueshme e tyre konsiderohet me vlerë për hetimin, pasi janë dokumenta në gjuhën finlandeze dhe ka të dhëna në lidhje me aktivitetin kriminal të vetë personave. Pas kësaj, bashkëpunimi jonë me autoritetet finlandeze do vazhdojë. Hetimet tani janë të hapura ndaj personave në hetim. Dhe ky hetim i jonin, meqense do vazhdoj me hetime të hapura, do vazhdoj dhe hetimi pasuror, krahas për të gjithë personat e identifikuar. Detajet në lidhje me aksionin mund t'ju japin përfaqësuesit e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë në terren, se ne punonim nga zyrat. Faleminderit. Ja kaloj fjalën zotit Rizal. Pas zotëtor të Mr. Rizal. Në këtë parë përbashkët të mëra, jo vetëm gjatë fazës së ekzekutimit të masave të sigurimit, por edhe gjatë fazës së një pjesë të konsiderueshme të So we really appreciate
Jo, faleminderit drejtuesi i prokurorisë posaçme zoti Dumani. Në fakt flasësh në fund nuk është e lehtë sepse janë ezauruar shumica e gjëra dhe nga parathënësit. Megjithatë të mundohem të kap disa nga elementet që nuk u përmendën nga parafolsi. Qysh në fillim duhet të them që ky ishte një operacion i shkallë e vështirësie mesatare, pra nuk është se ishte një shkallë të lartë vështirësie. Për ekzekutimin e 11 vendime masave të sigurisë nga gjykata dhe urdhërve të prokurorit janë angazhuar rreth 110 punojës policie. Me një efektivitet goxha të mirë, ku 9 prej tyre janë arrestuar deri më tash, po ashtu siç edhe ju cekët më përpara vazhdon puna për kapjen e personave të tjerë. Ka raste për shembull që krijohet përshtypje e gabuar dhe perceptimi i gabuar që ne mbasi dalim në konferenca shtypi ka përfunduar atë punë, ndërkohë jo, edhe gjatë kohës që ne flasim këtu, punojësit tanë terren vazhdojnë punën për ekzekutimin e urdhrave që nuk janë ekzekutuar akoma. Ajo që desha të cek në fakt në mënyrë të posaçme është ajo që edhe prokuror Shehu po dhe drejtuesi prokurorisë Dumani than pak më përpara, që është përfshirja që në kryet herës të oficerëve të policisë gjyqësore, të policisë në hetim. Gjë që na e ka bërë shumë të lehtë krahasuar me një pjesë operacionesh të tjera, ekzekutimin e masave të sigurisë gjatë operacionit sot. Unë nuk dua të përmend këtu ato që tha prokurori për provat e siguruara gjatë operacionit, por besoj se janë gjetur provat mjaftueshme që të shërbejnë si një bazë solide, jo vetëm për hetimin, por edhe për hetimin pasuror që ne do vijojmë gjatë periudhës së vijim. Patjetër që u falenderoj ju, u falenderoj edhe autoritetet me të cilët kemi bashkëpunuar për besimin që kanë pasur tek ne. Dhe na vjen keq që nuk e kapëm dot atë fundit deri në këtë moment. Faleminderit. To the Nordic Liaison Officer, Mrs. Hansen. Because I would like to highlight the role, the important role significant role played by the Nordic Liaison Office in Albania for the facilitation and cooperation. Skuadra përbashkëtimore, por në përgjithësi për bashkëpunimin me Not only to this specific joint investigation team, but in general to the case related to Nordic bashkëpunimi i countries. parë në formën e një çiti që This kemi is the me first Finlandën, cooperation we have with Finland and por ne Nordic kemi countries in the pasur form of a joint bashkëpunime të investigation pashme team. me disa shtete të But we tjera, have had previous cooperations si with other Norvegjia, Nordic countries like Suedia, apo Norway, dhe Sweden, Danimarka me Denmark. procedime penale paralele, hetime të suksesshme të konkluduara with një pjesë edhe me successful vendime pajisje. investigations, pilot Shumë faleminderit dhe investigations. fjala shkurt. So thank you and the floor is yours. Thank you, Mr. Domani. Faleminderit, zoti Domani. Well, I'm the new Nordic Liaison Officer here based in Tirana. Unë jam oficerja e re e kontaktit të vendeve nordike e vendosur në Tiranë. And first of all, I want to congratulate SPAC, the Finnish authorities, and all involved officers in the good cooperation in this specific case. Së pari do dëshiroja të përgëzoja SPAC-un, autoritetet finlandeze si të gjithë kolegët e tjerë të përfshirë në këtë rast specifik. And for the future, I am looking forward as the Nordic Liaison Officer to continue support this good cooperation between SPAC and the Nordic countries.
dhe në të ardhmen sigurisht që ne do të vazhdojmë të mbështesim këtë bashkëpunim shumë të mirë midis SPAK-ut dhe vendeve nordike, autoriteteve atje. Thank you very much. Faleminderit. Tani do ja kaloj fjalën përfaqësues rrjetit e tonë. Now I'll pass the floor to the representative of Eton project. Paraja shumë e rëndësishme në kryerjen e hetimeve, se çdo hetim Because the kërkon financial buxhet. support is very important to such investigations. Every investigation requires a budget. Dhe falenderoj me Tonin që ka qenë zemërgjër me ne dhe So thank you for being generous, na ka Eton, for being mbështetur generous financiarisht. to us or with us, and thank you for the financial support. Thank you. Faleminderit. I will congratulate with SPAC and Finland and Albanian colleagues for these results of these operations. Me lejoni edhe mua të falenderoj SPAK-un, përfaqësuesin finlandez dhe të gjithë kolegët e tjerë të përfshirë në këtë operacion për suksesin e tij. I really appreciate your job and your results is a demonstration and Eton project and the DIA we are at your side for the investigation when you need. E vlerësoj shumë punën tuaj dhe jemi në krahun tuaj për t'ju mbështetur kurdo që ju të keni nevojë. And thank you for cooperation. Faleminderit edhe një herë për bashkëpunimin. Fjalën do ja kaloj edhe zotit Keta, I'll pass the floor to Mr. Keta, who is the deputy head of National Bureau of Investigation. Kam evaluar një volum shumë të madh në hetimin e kësaj Because çështje dhe invest- shpenzimet e mia për ta. I would like to congratulate the investigators of the NBI for doing a voluminous work. Si që edhe zoti Rizaj, është vështirë të flasësh i funit, po dole unë. Pari duhet të falenderoj të vlerësoj jetuesit e Byros Kombëtar të Hetimit për kushtimin dhe angazhimin e treguar. Po ashtu oficerët e drejtorisë përgjithshme, po edhe forcën e posaçme operacionale që për kohë gjatë azhin në tonë. Ndihem mirë që jemi prapë në këtë sallë me partnerët evropian për të ndarë rezultate të qyshme në luftën kundër krimit të organizuar. I'm very happy that we meet again in the same meeting room with international partners to share the success of such cases. Kjo pasi bashkëpunimi ndërkufitar është një nga shtyllat kryesore që ka prokuroria e posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Because the border cross cooperation and international cooperation is one of the priorities for SPAC but also the NBI. Pa dashme të detajet të sheshis, por kjo skuadër përbashkët hetimore Without getting into details, but I would like to say that this JIP tregoj që bashkë mund bëjmë më shumë në luftën kundër krimit të organizuar. show that we can achieve more together in the fight against crime. Pasi midis dy byroje kombëtare të hetimit nuk ishte thjesht një akt teknik bashkëpunimi, por ishte një besim reciprok në hetimet që zhvilluan. Because the cooperation, first of all, is not a technical thing, but it's based on trust. Kështu që duhet të shpreh mirënjohje partnerëve tanë So I would like to për express, besimin dhe partneritetin e shkëlqyer. would like to express gratitude to our international partners for the cooperation and the good results. Faleminderit. Ajo që vjet të re te ky grup, ashtu siç edhe Hanse përmendi, është te këto grupe, sepse faktikisht janë disa grupe, Criminal groups of this case, 4 grupe kriminale. or criminal groups is Është kjo që e para aktiviteti shtrihet në vite. E dyta, through a long period of time to the Europe. organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri The organizers or the dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. and from here they organized all the criminal. Siç edhe përmendi zoti Shehu, sot janë gjykata ka lëshuar 11 masa sigurimi, të gjithë janë shtetat shqiptare. Confirmed, the court has already confirmed Sipas dhënave tona 10 ishin në Shqipëri dhe një nuk është në Shqipëri. our verification stands. Por e përmendi dhe Hans, janë 54 persona të proceduar
dhe shumica prej tyre të dënuar në Finland. As Hans also mentioned, there are 54 people who have been prosecuted, and most of them also convicted in Finland. Dhe aty në Finland nuk janë vetëm shtetas shqiptar, janë dhe shtetas finlandez, shtetas me shtetësi tjetër, jo vetëm shqiptare, por finlandeze dhe shtetësi të tjera. But out of these 54 people, they are not all Albanian citizens, but we have also Finnish citizens and also people of other nationalities as well. Ajo që ne si SPAK na ka bërë përshtypje është se në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Paktën në hetimet e deri tanishme është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të brëndajsë të tyre edhe trafikimin apo përshqitjen edhe të drogave sintetike. Deri tani ne kemi parë që kryesisht grupe shqiptare janë të dhënë pas kokainës, heroinës apo dhe marijuanës, kanabisit, por është herë e parë që shikojmë grupe shqiptare të fokusuar apo të dedikuar edhe trafikimit të drogave sintetike. Sasitë ishin të konsiderueshme, se kur bëhet fjalë për janë të mëdha në vlerësimin tim, sepse janë droga sintetike dhe sasitë janë të mëdha, edhe lloji i drogave sintetike të përdorura, madje në hetime nga kapur edhe ekstazi, jo vetëm metamfetamin apo amfetamin, por edhe ekstazi është kapur. Dhe gjithë dim rrezikun që paraqet për shëndetin e konsumatorit të llojit drogash sintetike. Tipologjia është e tillë, pak a shumë, domethënë, ky grup kriminal kishte krijuar një rrjet të tyre në Finland, kishin bazat e tyre në Finland, dhe në radike, her pas here, dërgonin nga Shqipëria përfaqësues të tyre, shtetas shqiptar, të cilët shkonin në bazat e përcaktuara dhe me mbërritjen atje fillonin aktivitetin e shitjes në narkotike. Bashkëpunimi ka qenë ajo që edhe të gjithë e përmendëm, ka qenë shumë intensiv. Hetuesit tanë kishin një bashkëpunim pothuajse të përditshëm me hetuesit e finlandez, me homologët finlandez, dhe është bërë mundur fjalë edhe ndjekjes në dinamik, jo vetëm zbulimi i modus operandi të grupit, por edhe sekuestrimi i sasive të ndryshme të drogave. Tani jemi të hapur për pyetje. Në lidhje me ta dhe kur fol për shtetësitë tuaja të veç atyre finlandeze. Nuk kemi një ide nëse janë shtetësi maroken, britanike të tjera. Për pyetjen e parë dhe të tretë unë doja kaloj fjalën Hansit. Për pyetjen e dytë do përgjigjet Fredi. Hans, for the first and third question, can you give an answer? Roots and also about the nationality. Yeah. If you can elaborate a little on the nationalities. Yeah, thank you. For example, one of the routes used was from the Netherlands to Finland. The drugs were transported by a truck. Njëra nga rrugët e ndjekura nga grupet kriminale atje ka qenë transportimi i lëndëve narkotike nga Hollanda në Finland duke përdorur kamion. A Polish truck and a Polish driver. Një kamion me targa polake, si dhe një shofer polak. And that's very common in Finland because
a lot of amphetamine is used in Finland, and the origin of the amphetamine usually is the Netherlands, or then another possibility is Poland. In this case, it was from the Netherlands. Konsumimi I amfetaminës është I lartë në fakt në Finland, duke qenë se edhe vendi origjinës amfetaminës është Hollanda, kështu që ka sens ky lloj trafikimi nga Hollanda për në Finland. Then, for example, the cannabis was sent from Spain to Finland. Për sa përket kanabisit, ai trafikohej nga Spanja në drejtim të Finlandës. Then of these 55 people sentenced in Finland, around 10 of them are Albanians, of Albanian origin. Nga 55 shtetas të cilët janë dënuar nga gjykata në Finland, 10 prej tyre janë meshtesi shqiptare apo. But then we also have, of course, Finnish citizens sentenced, also Polish citizen sentenced. Ose me prejardhje shqiptare, por kemi gjithashtu shtetas finlandez dhe shtetas polak të dënuar, midis tyre 55 vetave. Second question. Përveç shtetëve shqiptar, finlandez dhe polak, ka shumë shtetas rumun të përfshirë antar të grupeve strukturuara kriminale, shtetas aziatik dhe shtetas afrikan. Karakteristike këtyre grupeve ka qenë bashkëpunimi I tyre me njëri tjetrin. Grupet të veçanta bashkëpunonin me njëri tjetrin për realizimin e qëllimeve të tyre kriminale në raste konkrete. Dy nga grupet janë grupet të cilat organizonin trafikimin që nga Shqipëria për ta dërguar nga Spanja apo Hollanda në Finland, dhe pa atje kishin rrjetin e tyre edhe të shpërndarjes. Një grup tjetër kriminal I drejtuar po nga shtetas shqiptar vepronte vetëm në Finland në lidhje me sigurimin e lëndëve narkotike atje, blerjen dhe shitjen e tyre më pas në Finland. Ndërsa një grup tjetër I drejtuar po nga shtetas shqiptar kishte si detyrë të tij dhe qëllim punës të tij organizimin e trafikut të marijuanës nga Spanja në drejtim të Finlandës nëpërmjet shërbimit pastar. Për sa I përket krerëve të grupeve, një pjesë e tyre kanë qenë më parë të ndjekur penalisht në Finland dhe nuk kanë qenë të evidentuar në Shqipëri. Pas kthimit të tyre në Shqipëri, ata kanë drejtuar aktivitetin nga Shqipëria ose shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka qenë dhe një nga rezultatet e hetimit të përbashkët, ishte fakti që nga informacionet e përftuara gjatë hetimeve nga hetuesit tanë, Byros Kombëtare të Hetimeve apo oficerët e policisë gjyqësore, në kohë reale I transmetoheshin autoriteteve finlandeze dhe atje janë bërë dhe goditje të rasteve konkrete të aktivitetit kriminal. Ku e kishin bazën në Shqipëri krerët e tyre të grupeve dhe çfarë aktiviteti bënin përtej këtij kriminal që mësuan? Dy nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora.
Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim, sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Tjetër. Aktivitetet ligjshme, ata kanë qenë qytetarë të lirë, hetimet tona, si thash, kanë qenë të fshehura, jo të hapura, por pjesa më e madhe e tyre lëviznin dhe jashtë shtetit. Armandi, Armandi Rami nga Luciana në çfarë komunikoni me një tjetrin anëtarët e grupit kriminal, pra në çfarë komunikoni me një tjetrin, çfarë platforme përdorin apo çfarë lloj mjeti komunikimi, si janë transferuar parat, produkti i trafikut drogës në shtetet nordike në Shqipëri dhe nëse ky rast i përfshirjes së krimit shqiptar në Finland, ndijes, është një rast i izoluar apo Yeah, thank you. About the communication, they used at least Telegram, WhatsApp, and Signal. Për sa përket mjeteve të komunikimit, përdorin në platformën Telegram, Yes. dhe WhatsApp and Signal, të treja këto platforma. And this is very common for criminals Dhe nowadays. kjo është diçka e zakontë për shtetasit e përfshirë në aktivitet kriminal ditët e sotme. Sorry, what was the other question? Cila ishte pyetja tjetër? Money transfer to Albania. How was and That's still, I think, very much unclear. At least in the Finnish investigation, we have been able to identify. Jemi duke hetuar, nuk e kemi përcaktuar akoma, kështu që jemi duke hetuar pikërisht për këtë gjë. Concerning the Ato konkluzionet mund të nxirren në fund të hetimeve paraprake. Siç theksova, hetimet deri tani kanë qenë të fshehura, do fillojnë hetimet e hapura pasurore për të gjithë personat, të cilët janë identifikuar dhe ndaj të cilëve janë saktuar masat e sigurimit personal. from the left. Po na duket si një anketa që në fund s'kemi më pyetur. Jo, ti fol për vete, vetëm në krahun ton ka Në fakt në operacion që pjesë e këtij operacioni ishte edhe policia finlandeze. So you mentioned that part of this apo kishte operation informacion për vendodhjen e operation or action day was also the Finnish police. Was it because you had information about the location of the people or were you part of the JIT? Në fund të dyta si ishte? What is the amount calculated more or less, I mean, concerning the money made out of this criminal activity, from drugs activity there? Yeah, in Finland we have been managed, of course, to seize around 300 kilos, but then in the investigation we have found out that, of course, the amounts are much bigger. Hetimi në kuadrin e hetimeve të kryera në Finland është sekuestruar një sasi prej 300 kilogram lëndë narkotike të llojeve të ndryshme, por hetimet gjithashtu kanë treguar që sasia është shumë herë më madhe që grupi kriminal ka menaxhuar atje. Which means that they have managed to sell like hundreds kilos of drugs. Që do të thotë se ato kanë mundur të shesin me qindra kilogram drogë në tregun finlandez.
it's hard to say exactly what amounts they gain, but at least we are talking about at least, I would say, a few million euros. Është e vështirë që të bëhet një përllogaritje e sumës së përftuar nga këto grupe kriminale për shkak të aktivitetit kriminal, por mendoj se duhet bëhet fjalë për disa miliona euro. Pse? Greetings. I have a question for both parties, the Albanian and the Finnish part. I would like to start with Mr. Kraja. How is it possible that 2 years of investigation and again we cannot show to the public who are the organizers of this criminal activities. 2 years of investigation is not long, because during this 2 years the criminal groups have already sold maybe more drugs and cooperated more than you have cooperated during these 2 years. And another question for you, for the Finnish partners. Albania is not part in EU yet. Por ju ka ndihmuar të bëni një operacion për t'ju hequr fëmijëve drogat sintetike që janë vdekje prurse. But you managed to conduct an operation to remove synthetic drugs Keni coming from the besim market, tek which is Shqipëria killing, vetëm si young people vend there. apo tek Is it partneriteti me prokurorin e it's posaçëm? because you are trusting Ti përgjigjet Albania dhe unë pyetjes së para është pyetjes karkonisht. This is not a question for police officers. Pyetjen e parë, pse ka zgjatur kaq shumë dhe pse akoma nuk jepen emrat. Është e rëndësishme që kur bën hetime proaktive, mos dalë asnjë emër, për nëse duhet kesh sukses në përfundim të operacionit. Të lutem. Nga sot dhe mbrapa përsëri, hetimi është i pa hapur, pavarësisht i hapur në kuptimin e sensit të bëhen veprime drejtuar autoriteteve të tjera, por është i pa hapur në raport me emrat konkret. Janë 2 persona akoma që kërkohen për të arrestuar. Dhe hetimi paraprak gjithmonë është sekret. Kështu që ne Spaku të njëjtën ritëm, të njëjtën problematikë ka ndjekur ose të njëjtën mënyrë komunikimit ka pasur në mënyrë të vazhdueshme. Sa do zgjasë hetimi, pastaj kjo do jetë në dorë të gjithëve ne bashkë, sepse është skuadër e përbashkët, të rakordojmë me njëri tjetrin, kryejmë ato veprime që duhen kryer dhe në përfundim kur të ketë një rezultat konkret për një çështje që do dërgohet në gjykatë, do ketë personat të akuzuar dhe të marrë pandehur, patjetër do jetë publike kush janë këto persona, tipologjitë dhe të tjerat me radhë. Përtjetër Shiko, tani ne drejtuesit e kemi identifikuar që në momentin që kanë bërë prokurori një kërkesë për caktim masë sigurimi, sepse në momentin që drejtohemi gjykatës me një kërkesë për caktim masë, ne përpiqemi të bëjmë ndarjen e roleve duke u bazuar edhe në provat e analizuar në kërkesën për caktim masë. Për ne janë të njohur. Tani, pse nuk janë të njohur për ju, tani ne gjithmonë edhe në komunikimet që kemi patur më parë, nuk e kemi patur ndoshta në formën e konferencës, por nëpërmjet njoftimit për shtyp. Është një politikë e institucionit dhe i detyruar edhe nga legjislacioni në fuqi që ne nuk publikojmë emra në momentin e caktimit të masës sigurimi deri kur merret i pandehur personi që është atribuar vepra penale. Prandaj edhe sot ne nuk publikojmë emra, siç kemi bërë dhe çdo herë tjetër. Kjo është. Tani ti thua koha 2 vjet është e gjatë, për mua është një kohë shumë normale në skuadrat përbashkëta hetimore. 2 vjet është kohë shumë optimale për të mbaruar një hetim të kryer në kuadrat e skuadrës përbashkëta hetimore. Dhe për këtë edhe një herë dua të falenderoj bashkëpunimin shumë të ngushtë dhe korrekt që kemi patur me palën finlandeze. Kjo është. Lidona do e bësh pyetjen apo ta kaloj, se kam parë që tell us which is how did they go to Finland, the way they followed by going there to Finland, I mean the Albanian citizens. Are they integrated
in the Finnish society or not? I mean, these guys going from Albania. Thank you. Most of these persons, Albanian citizens who arrived in Finland, some of them worked, had a job, like also official job, earned some money, but then we believe that the real duty was to distribute drugs in Finland. And then we also have people who they arrived by airplane, and the first thing they did, they picked up drugs and distributed drugs without any work. So yes. Atëherë një pjesë e shtetasve shqiptar të përfshirë në këtë aktivitet kriminal në Finland kishin një punë të lishme atje, por krahas saj ato kryenin këtë aktivitet kriminal të përmendur. Por kishim gjithashtu edhe shtetas të tjerë shqiptar, të cilët udhëtonin nga Shqipëria, pritishin atje dhe fillonin menjëherë të përfshireshin në shpërndarjen e lëndëve narkotike. Can I add? Ka dhe shtetat shqiptarë të cilët aktualisht janë të dënuar në Finland, antar të grupeve pjesëmarrës në këto grupe strukturuara kriminale, të cilëve shpenzimet e udhëtimit, banesat janë siguruar nga krerët e grupeve strukturuara kriminale. In these 2 years of investigation, how many episodes, cases of trafficking narcotics with concrete evidences are during these 2 years? Where did they invest, these amounts of money? Because probably should be a large amount of money generated from this criminal activity. Thank you. We have four bigger episodes in Finland involving several drug trafficking episodes, but yes, four like bigger cases separated in Finland. Ke pasur 4 episode të mëdha, domethënë të trafikimit të lëndë narkotike, ke pasur të tjera më të vogla, por 4 kanë qenë ato më kryesorët, le të themi. But I think about the money spent, I will pass it over Sa to përket the fitimit të nxjerrë prej tyre dhe investimit të tij, besoj ja kaloj juve fjalën. Nga zoti Fagerström u përmend rasti 4. Dokumentimit të 4 rasteve. Bëhet fjalë për të mëdhaja, pra dokumentimi i 4 rasteve të trafikimit në sasira të mëdhaja. Kurse për pjesëtarët e tjerë të grupeve kriminale, të cilët janë arrestuar dhe dënuar në Finland, rastet janë të shumta. Karakteristike këtyre grupeve kriminale ka qenë që antar të njëjtit grup në raste të veçanta bashkëpunonin dhe me antar të grupeve të tjera. Rruga e parave, siç tham, po hetohet. Realisht në Shqipëri të gjithë të krerët e këtyre grupeve konsideroheshin si persona të cilët bënin një jetë normale. Dhe mënyra e investimit dhe të ardhurave kriminale aktualisht është pjesë e hetimit që përzhvillohet si në Finland ashtu dhe në Shqipëri. Përgjigjës pare, si se prisim nga zoti Shehu, që mos kishte udhime kaq larta deri në Finland, do zhvon nga desha. Duhet se mora fare nga tani, dua t'ia pronësi pyetjes time. Ka të bëjë me datat, më bën përshtypje nga një tim apo një konferencë ngjashme e zhvilluar disa ditë më parë. Dhe më vjen mirë, prandaj u propozova që siç e theksoi drejtori Rizaj, shkalla vështirësisë ka qenë mesatare dhe kjo tregon ndoshta edhe
disi komoditetin e Cila është pyetja? konferencë. What is the question because he was Dhe speaking kishte të bëjë me datat, do doja në the dates. It's about the dates. për operacionin Ura u deshën 20 apo 21 ditë nga vendimi i gjykatës Concerning the date of the action day, because he is referring to another operation before called the breach with Italian counterparts. So, I mean, yesterday you got the confirmation of the court, and today you were also launched the action day. Concerning the date, the action day. When did you agree with Alfred? When did you agree with the Finnish Codex? So, was it 2 months ago you agreed on this day because this is what the procedure is? E shpjegoj sa herë të doni ju, se akoma nuk e keni marrë informacionin e plotë, me sa duket. Kërkesa për caktim masë sigurimi është depozituar në datën 19 mars të vitit të 2025. Vendimi i gjykatës na është dorëzuar fizikisht në datën 5 maj të vitit 2025. Në datën 7 maj të vitit 2025 është bërë një takim koordinativ në zyrat e SPAK me përfaqësues të prokurorisë antimafia të Barit dhe është vendosur data 21 bashkarisht siç kemi vendosur edhe për këtë hetim dhe çdo rast ku ka hetim të përbashkët. Kjo është. E para, numri i personave që përfshiheshin tek procedimi tjetër ishin 29, të shtrirë në gjithë Evropën. Ne i kishim të gjithë këtu te kjo çështje, e shpjegoj pak edhe shkallën e vështirësisë zoti Rizaj. E dyta do përfshiheshin jo vetëm autoritetet italiane, po siç u përfshin në fakt dhe shumica e të personave që gjendeshin jashtë janë arrestuar edhe për shkak të angazhimit edhe të Europolit, të Eurojustit edhe gjithë agjencive të tjera të zbatimit të ligjit në vende ku gjendeshin në shtetat shqiptare të cilët kërkoheshin. Kjo është përgjigje. Shpresoj ta kesh marrë përgjigjen, ti është qartësuar. Opinioni publik është shumë i qartë. Thank you.